Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi në takimin tonë të radhës me Ridebate, kampionatin kombëtar të debatit, i cili ka arritur tashmë në fazën më të rëndësishme, në fazën e debateve eliminatore. Pasi kemi zbuluar 16 skuadra të cilat kanë grumbulluar më shumë pikë për të kualifikuar në fazën eliminatore, është momenti që të zbulojmë se cilat do të jenë 8 debatet e para që do të vazhdojnë për të qenë pretendente për çmimin final, pra për çmimin e madh të kampionatit kombëtar të debatit. Cila do të jetë skuadra, cili do të jetë gjimnazi që do të meritojë këtë vit kupën e madhe të Ridebate. Pa humbur kohë, do të zbulojmë përmes grafikës automatizuar se cilat do të jenë çiftet e këtij kampionati. Ndaj grafika do ta mundsoj tani edhe se cilat do të jenë përballjet e 16 skuadrave më të mira të këtij kampionati, pra të këtij edicioni. Mirë, e ndjekim tani. Dita e parë e Ridebate në tap 19, kur do të zhvillojmë edhe fazën e parë, pra eliminatore, do të ketë 4 debate. 4 debate, dhe debati i parë është pikërisht ai midis Sami Frashit nga Tirana dhe Abbas Sheut nga Tepelena. Debati i dytë, sikurse mund ta shohim nga grafika, është ai midis Naim Frashit dhe Raçi Qirinxhi nga Korça. Ndërkaq debati i tretë, Asim Zeneli nga Gjirokastra dhe Janaç Kilica nga Fieri. Dhe debati i katërt, që do të mbyll ditën e parë të debateve eliminatore, do të jetë Arif Fulc nga Tirana dhe Skënderbeu nga Kruja. Sikurse mund ta ndiqni edhe përmes grafikës, dita e dytë e kampionatit kombëtar të debatit do të ketë 4 debate të tjera, që do të jenë ato midis Shkollës Teknike Ekonomike nga Tirana dhe Rogacionistët nga Lezhë. Ndërkaq debati i dytë do të jetë 28 nëntori nga Shkodra dhe Themistokli Gërmenji nga Korça. Debati i tretë i ditës së dytë, flasim gjithmonë, do të jetë ai midis Sami Frashit nga Përmeti dhe Qemal Stapës nga Tirana, dhe debati i fundit eliminator do të jetë debati midis Shkollës Petronini Luarasi dhe Shkollës Ismail Qermali nga Tirana. Ja, pra, ku kemi zbuluar edhe 8 debatet e fazës eliminatore, do të shihemi në Tiranë në datë 19, 20, 21, 22 dhe 23 maj me finalen e madhe të kampionatit kombëtar të debatit. Deri atëherë, mirupafshim dhe suksese.